Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë zije për personazhin e njohur të showbizit shqiptar, humb prindrit në mënyrë tragjike. Faktikisht, personazhi në fjalë bëhet fjala për trajnerin e kombëtares Alban Bushin, i cili tetorin e vitit që lan pas humbi prindrit në një aksident në Greqi. Ali dhe Bukurie Bushi po udhëtonin me mjetin e tyre kur u përplasën nga një furgon në rrugën Egnatia në aksin Veria Selanik. Në programin ku ai ishte ftuar, rëfen për herë të parë ngjarjet para dhe pas aksidentit. Ata donin të iknin të dielën në mëngjes, por babi flinte një çik, ishte gjumash, flinte gjumë më shumë se sa duaj ndonjëherë, sepse rrinte të shtunave duke parë sport dhe filma. Mami u çua të dielën për të ikur, i thoshte, hajde se u bëra gati. Ai i thoshte, lë të fle dhe pak, dhe nuk ikën të dielën. I tha mami, nuk jam duke të pritur, ikim nesër. Ikën të hënën dhe ndodhi ajo që ndodhi. Unë isha shtetit, nuk e dija, vëllai i merrte në telefon, ata nuk e hapnin. Vëllai tha, kanë arritur në hotel. I mori në fakt 5 minuta para aksidentit dhe i kishin thënë që duam edhe gjysmore të arrim. Nuk i mori më, i mori pas dite nuk e hapën, i mori në darkë nuk e hapën. Dhe vëllai mendoi që mos janë në gjumë t'i marrë të nesërmen. S'po e hapnin as të nesërmen. Unë erdha, isha në Gjermani, erdha nga dreka dhe më thot vllai, nuk më kanë hapur telefonin. Qa thua, i thash, si ka mundësi? Kur i mori përsipër vllai, hapi një grek. Tha që i kishte thënë servis makine dhe vllai nuk e kuptonte greqishten. E mora unë se flas greqisht nga që kam luajtur atje, i thash si është situata, çfarë ka ndodhur? Më tha, kështu nuk jetojnë më, jam përplasur që dje. I thash që dje, po pse nuk keni lajmëruar se 24 orë duhet lajmërojnë? Nëse nuk na dha shumë shpjegime, thjesht morëm makinën dhe u nisëm për atje. Kur arritëm, ata kishin qenë duke ecur në rrugën e vet me 80-90 në orë. Kishte ardhur një Mercedes i madh, i kishte mbushur me sallamra mishra dhe kishte gjuajtur nga mbrapa fort dhe i kishte lënë të dy në vend. Ikën shumë çuditshëm dhe ikën shumë shpejt. U shpreh ai.